Shumë biznese mendojnë se mungesa e videove reale nuk përbën ndonjë problem të madh. Por në realitet, ky është një nga dëmet më të mëdha të padukshme që mund të hasë një biznes në këtë periudhë digjitale. Sepse klienti i sotëm nuk po kërkon vetëm për informacion, por për konfirmim nëse biznesi që ai po kërkon është real apo jo. Dhe këtë gjë ai e bën duke parë se sa aktiv është ky biznes dhe nëse ka njerëz real mbas tij. Për të qenë të qartë, mungesa e videove nuk e bën domosdoshmërisht një biznes të duket i keq. Por mund ta bëj atë më të vështirë për t'u besuar, pasi do duket më i largët dhe më i paqartë. Sepse ky biznes vërtet mund të ketë një tekst që informon shumë mirë dhe foto shumë të bukura që e tërheqin vëmendjen ashtu siç duhet, por është videoja ajo që e krijon besimin. Dhe në mungesë të këtyre videove, klienti nuk e bën lidhjen e duhur me biznesin, nuk krijon atë besim që i duhet dhe rrjedhimisht do e shtyj vendimin për të kontaktuar këtë biznes. Gabimi që bëjnë shumë biznese është që mendojnë se videoja shërben thjesht si një reklamim më tepër. Por përkundrazi, kjo video mund të shërbejë si pjesë e një sistemi real të besimit. Por ky nuk është një sistem që ndërtohet rastësisht. Ai ndërtohet duke bashkëpunuar me agjenci që punojnë me platformën Panajiri Online dhe që zbatojnë sistemin SMO 360 gradë. Një sistem ku videoja nuk shërben thjesht si aksesor, por si pjesë e një infrastrukture konkrete digjitale. Nëse biznesi ju do që klienti ta besojë para se ta telefonojë, atëherë nuk mjafton vetëm që t'jeti i dukshëm. Nëse do më tepër klient të rinj për biznesin tënd, komento poshtë sistem për të mësuar si funksionon sistemi SMO 360 gradë në bashkëpunim me platformën Panajiri Online.